Një histori dashurie që tashmë ka marrë një hap të ri dhe të rëndësishëm ka tërhequr vëmendjen e publikut. Ylka Tahiri dhe Adem Jashari Riu kanë zyrtarizuar lidhjen e tyre përmes një ceremonie fejese të mbajtur në Prekaz, një vend që mbar peshë të madhe historike dhe emocionale për të gjithë shqiptarët. Çifti ka zgjedhur që këtë moment të veçantë ta ndajë me publikun përmes disa fotografive të realizuara pranë kompleksit memorial të Adem Jasharit. Pamjet reflektojnë jo vetëm dashurinë mes tyre, por edhe respektin e thellë për historinë dhe trashëgiminë familjare që i rrethon. Në qendër të kësaj historie qëndron Ylka Tahiri, një vajzë e re nga Mitrovica e cila ka ndërtuar një profil të admirueshëm si në aspektin personal, ashtu edhe profesional. E lindur dhe e rritur në Mitrovicë, ajo ka ndjekur studime të mjekësisë dhe tashmë ushtron profesionin e saj si mantel bardh. Përkushtimi dhe profesioni dhe rruga e saj akademike e bën atë një figurë të respektuar në komunitetin ku jeton dhe punon. Lidhja e saj me Adem Jasharin e ri shihet si një ndërthurje e natyrshme e vlerave familjare, edukimit dhe aspiratave për të ardhmen. Nga ana tjetër, Adem Jashari i ri, që mban një emër me peshë historike, ka zgjedhur që momentet më të rëndësishme të jetës së tij t'i ndajë në mënyrë të thjeshtë, por me simbolik të fortë. Fejesa e tyre në Prekaz nuk ishte një zgjedhje rastësishme, përkundrazi ajo përfaqëson një lidhje të drejtë për drejtë mes dashurisë së tyre dhe historisë së familjes Jashari. Në këtë mënyrë çifti ka dashur të shprehë respektin për rënjet dhe të kërkojë bekim simbolik për rrugëtimin e ri që e ka nisur së bashku sot. Fotografitë e publikuara nga ceremonia kanë ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale. Shumë komentues kanë theksuar elegancën dhe thjeshtësinë e çiftit, si dhe rëndësinë e vendit ku ata zgjodhen ta festojnë fejesën. Për publikun kjo ngjarje është parë si një kombinim i bukur mes dashurisë personale dhe kujtesës kolektive. Një moment i veçantë në këtë ngjarje ishte edhe urimi i babait të Ylkës, Xhevdet Tahiri, i cili përcolli emocione të forta për vajzën dhe dhëndrin e ardhshëm. Me mesazhin e tij ai u shpreh: "Vajza ime, drita e syve të mi, urime nga zemra për fejesën tuaj. Ylka dhe Adem, ne ju urojmë një fillim të mbar në këtë rrugtim të bukur të jetës së përbashkët. U trashëgofshi, Allahu ju dhurof shëndet, jetë gjatë dhe të lumtur. Qoftë lidhja juaj e mbushur me dashuri, respekt dhe lumturi të pafundme." Ky urim është shpërndar gjerësisht dhe ka prekur shumë njerëz, duke reflektuar lidhjen e fortë familjare dhe mbështetjen që çifti gëzon. Historia e Ylkës dhe Ademit të ri vjen si një shembull i ri, një brezit e ri që ndërton jetën mbi vlera të forta, duke ruajtur njëkohësisht lidhjen me traditën dhe historinë. Ata përfaqësojnë një çift që ecën përpara me besim, duke mbajtur pranë kujtimin dhe respektin për të kaluarën. Në një kohë kur lajmet shpesh dominohen nga zhvillime të rënda, historia e tyre sjell një frym pozitive dhe shpresë edhe për Kosovën. Fejesa e Ylka Tahirit dhe Adem Jasharit të ri nuk është vetëm një hap në jetën e tyre personale, por edhe një simbol i vazhdimësisë, i dashurisë dhe i besimit në të ardhmen.